Hej biqtë e biqtë, përshëndetje, ndodhe në Kamëz. Nuk e di se si mund ta them qyteti i Kamzës apo zona e Kamzës, por më sakt po e nënvizoj si bashkia e Kamzës. Ana, përshëndetje. Dina, mirë se erdhe, përshëndetje. Ela Uruçi, mirë se erdhe, përshëndetje. Atëherë po vendos pak muzikë në background. Sa për sfond. Atëherë sot është një ditë, si mund të them, një ditë edhe në shi edhe në diell, sepse ka patur momente që ka patur edhe rrezë dielli, por ka patur edhe rreshe shiu. Sot jemi në datë 20 prill të 2021-shit. Ndodhem në Kamës, temperatura është 14 gradë. Pra është një temperaturë e mirë. Thënë drejtën e vështirë për sa i përket trafikut edhe rrugës. Nuk është rrugë shumë e favorshme për të udhëtuar, sepse ka shumë bllokime si rrugë, ka shumë hyrje dalje. Pra mendoj se këtu në Kamës duhet, për sa i përket pjesës së infrastrukturës, po flas për rrugën e makinave, duhet patjetër ndërhyrje. Por tashmë jemi në një vend i cili mund të quhet shëtitore, nuk e di. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt qendrës. Pjesa e trafikut është pak problem këtu në Kamës, fatikisht, sepse siç e thash edhe më parë, ka shumë rrugë të cilët janë hyrje dalje dhe ato mjetet shpeshherë bllokojnë trafikun. Siç mund ta shohim nga ekrani, për shembull kur makinat rrin dyshe dhe bllokojnë rrugën. Ja i shikoni edhe ato mjetet në krahun Matan, të cilët janë bllokuara. Pra është një zonë e cila ka shumë bllokim rrugë këtu, ka shumë hyrje dalje. Gjithmonë që shkojnë në veri, sa herë që kaloj këtu, gjithmonë ndodh e njëjta gjë me pjesën e trafikut.
Tashme do t'i bëj pak share linkut në faqen time në Facebook. Resh, përshëndetje Resh, mirë se erdhe. Çka veçantë kjo? Nuk e di. Mere, bubi, mere. Që ka qeni veçantë. Jam kurios ta shoh ku do ta çoj kanaçën. Ai si duhet kërkon të loz. Mos e mërzisni pak sepse unë duhet të pres. Jam kurios të shikoj. Ciao. Atëherë po vazhdojmë rrugën. Hajër Pepe, nëse erdhe Hajër Pepe. Përshëndetje Gjermania. Si që shohin kemi punime këtu, se po shohin nga pamjet. Kemi një rrugë e cila po asfaltohet. Vazhdojmë pak metra drejt. Dina, jo, nuk të hante e qeni, ishte qeni mirë. Si që shohim kemi një markat fruta perinesh të vogël këtu. Që ka një treg fruta perinesh këtu. Po futen pak. Shikojmë se çfarë ka. Për ata që janë kurios për çmimet, po mundohen të afrohen pak.
fruta dhe perime, fresta, 100% shqiptare. A ka treg? A ka treg? Ecën tregu? Ju përshëndes. Faleminderit. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt. Megjithëse pash këtë mini markatën këtu, u afrova për pasliruar disa nga gjërat që ishin te ky treg i vogël. Atëherë vazhdojmë tek drejtorimi i qendrës. Pra miqtë e mi, ndodhem në Kamëz. Kamëza, cila ka shumë banor nga zonat e veriut. Është një qytet i ri, si mund të them. Është shumë i populluar, por mendoj se në infrastrukturë këtu duhet të ketë akoma më shumë investim. Megjithëse shikoj disa ndryshime. Ky është një ndër objektet i cili bie në sy sapo vjen këtu në Kamës, objekti kryesor këtu në Kamës. Doja shumë që kjo pjesa e bulevardit ose kjo pjesa e kësaj pedonale që shohim këtu të vazhdonte drejt. Kjo shoh. Janë të banka. Pak më tej nëse di është Bashkia Kamzës. Komisariati i policisë, numër 5. Këtu kemi stacionin e policisë shtetit, në krahun tim të djathtë. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt bashkisë. Kjo është pjesa qendrore e Kamzës, pak a shumë. Është një qytet i vogël, të thënë drejtën, një qytet në zhvillim e sipër. Pra kjo është pjesa Bashkia Kamës. Atëherë po përdor kamerën wide për patur një imazh më të mirë. Kemi një instalacion të sipër.
gjëja e parë që mua më bie në sy ose më ka rënë sy gjithmonë këtu në Kamës është ngushtësia e gjërave. Pra fermiteti në rrugën dhe pamundësia për të patur trotuare me gjëra. Do dohet vazhdoj edhe pak drejt, më pas do të rrotullohem në krahun Matan, në krahun e Majt. Vazhdojmë edhe pak rrugën drejt. Kush dëshiron mund të bëj subscribe kanalit tim YouTube për ata të cilët nuk janë abonuar ende në kanal për të shikuar gjitha punimet që gjenden aty. Por kush dëshiron mund të bëj edhe share linkun gjithmonë sipas dëshirës. Kemi dhe Neptun. Neptun i cili quhet për elektroshtëpiake dhe elektronike. Shpresoj që figura mos ketë ngjecje sepse vura re që në videon që kemi bërë pardje në Vlorë, shpresoj që ta shikoni pastër videon dhe pa ngjecje. Atëherë mendoj të kaloj në krahun tjetër, por nuk shikoj vija të bardha për të kaluar. Vazhdojmë drejt. Pra mendoj se Kamza dhe Astiri janë dy zonat cilët duhet të ketë patjetër ndërhyrje. Shikojmë, kemi rëmuj këtu. Pra kazanat janë pjesën e gjadës, në pjesën e asfaltit. Mendoj që duhet të ketë aks, do të skostohen kazanat brenda për të mos penguar rrugën. Por si shikohet nga pamjet, ka pak rëmuj me thënë të drejtën. Mendoj se pushteti qendror duhet të ketë më tepër ndërhyrje në këtë zonë. Doja të kaloja në krahun tim djathtë, pasuruar dhe ndonjë pamje, por nuk shikoj vjet bardhë askund.
e ndjathës. Pra këtu nuk ekziston trotuari fare. Të ecim në korsinë e automjeteve sepse trotuari është bllokuar nga një objekt i cili është në ndërtim. Prej disa kohësh kam patur disa kërkesa për të bërë një video këtu në Kamës. Arrita që të vija sot, gjeta hapësirë të kohës dhe erdha. Pra problemi vetëm që shikoj këtu është pjesa e sistemit, është pak problem, ose ngushticës, që janë trotuare shumë ngushta. Pra edhe tek pjesa e qendrës, tek pjesa e rrethit, i cili gjendet në qendër të Kamës, edhe këtu ka punime, që shohim dhe pamjet, po përdor kamerën. Atëherë që pa përshër 2 minuta. Dikush pyet cilën anë gjendet ky qytet, se jam kanë Shqipëri prej Valbonet deri në Butrind. Do të më bie ku gjendet ky qytet. Jemi në qendër të Shqipërisë thuajse, në qendër, në Tiranë, afër Tiranës është Kamza. Pra është një qytet i vogël, qytet, si mund të them zonë, mund të them bashki, nuk e di. Por është një qytet i cili është bërë rishtas, është thuajse formuar në periudhën e demokracisë. Pra janë banorë cilët kanë ardhur nga zona të ndryshme të Shqipërisë, më tepër nga zona veriore e Shqipërisë, nga veriu, dhe janë pozicionuar këtu. Tashmë ato, si mund të them, tashmë ato kanë bërë shtëpi këtu, kanë bërë dikush vila 2 kat, 3 kat. Pra është një zonë e cila është në zhvillim e sipër. Lëviz pak të shohë mirë kasaphanën. Po, do lëviz përpara Lleshi, ja për pak.
Bathorja është afër. Nuk jemi shumë larg Bathorës. Afër është që këtu. Si duhet me bërtas. S'ka arsye. Okej, miqtë e mi, vazhdojmë pak minuta bashk, sepse ky do të jetë një live stream i shkurtër, duke imagjinuar sepse kjo është një zonë e vogël, është një zonë e cila nuk ka shumë çfarë të tregosh, domethënë është një zonë e cila ka pak vende për treguar. Okej, vazhdojmë rrugën. Vazhdojmë rrugën miq. Edhe pak minuta së bashku. Sërish dalëm në trotuar më të gjerë. Pra ky është problemi i Kamzës, sepse diku ka trotuar, diku ka një rrugicë. Pra unifikimi i rrugëve është pak problem këtu. Një trotuar shumë i mirë për të ecur. Problemi këtu është sepse është pjesa e parkimit është shumë problem. Pjesa e lëvizjes me ato mjet gjithmonë ka bllokime gjatë ecjes, gjatë lëvizjes. Lesh, të përshëndes, vëlla. Ky është edhe misioni për të treguar Shqipërinë. Bosi thot që Kanza është larg se lexoj pak më përgjithësi, ka shumë dritë. Është vend jashtë ligjeve të natyrës. Po pse është
Pse do t'jetë ky etiketim jashtë ligjeve të natyrës. Pra është një zonë cilët ka njerëz që kanë ardhur nga zonat ndryshme të Shqipërisë dhe kërkon sistemim, kaq. Kërkohet me u voduar, pra nëse vihet dorë, nëse bën trotuar gjëra, nëse bëhet fasadë e objekteve siç janë bërë në disa qytete të Shqipërisë, edhe këtu bukur duket pa diskutim. Viola Zanuni, Albert nuk me lexon mia, nuk e din, ndoshta ke dashtuash, nuk me lexon mesazhet e mia. Jam në lëvizje sipër edhe jo të gjitha mesazhet arriti lexoj. Ndjes për ata që nuk lexoj mesazhet fatikisht, por jam në lëvizje, 4 orë që duhen kaluar. Mund të përfundojmë edhe në ndonjë grop duke ecur, kështu që është më e rëndësishme të shikojmë ku hedhim këmbën sa të lexojmë mesazhin. Pra problemi i madh është ai që kam thënë që në fillim të live stream, pra ka bllokime, lëvizje të ngadalta, përsërit bllokime, siç mund ta shohni pamjet, përdor kamerën tjetër, i shikoni mjetet. Pra kërkohet ndërhyrje, këtu patjetër shpresoj të ndodhi. Dhe ishte gjë e mirë për banorët këtu. Problemi është se mungojnë dhe vije dhe bardha për të kaluar në krahun tjetër më tanë. Po dhe, ikë më koke! Mirë miqtë e mi, atëherë ju përshëndes nga Kamza. Ky ishte live streami që kisha planifikuar dhe arrita të bëj sot këtu në Kamz. Një live stream për 40 minutash. Për ata që nuk e kanë parë videon nga fillimi fare, mund të kthehen pas në video duke të rrekur shiritin i cili gjendet poshtë në video. Por mund të futen kanale dhe mund të rishojnë videon kur të dëshiroj nga fillimi. Atëherë përshëndes gjithë dhe nga Kamza, ju uroj të kaloni një pasditë dhe një mbrëmje sa më të bukur. Do të rishihemi së shpejti sërish diku tjetër, në një qytet ose në një zonë tjetër. Atëherë problemi është që këtu nuk ka vjet bardha, ose edhe pak tutje, sepse diku aty afër kam parkuar dhe mjetin.
Atëherë miqtë e mi, do duhet ta mbyll këtu live streamin, duke ju përshëndetur të gjithëve. Kalofshi bukur edhe rishimi sërish në një video tjetër. Shohim, besoj se do të jetë në Berat ose në Gjirokastër video tjetër e radhës. Mirë miq, atëherë kalofshi bukur. Nga unë Albert Vaja, kush dëshiron më të bëj subscribe kanalit tim në YouTube për të parë më tepër video. Por mund të klikojnë edhe në shenjën e zilës për të marrë njoftim sapo unë futem live ose ngarkoj një video të re në kanal. Atëherë ju përshëndes gjithëve, kalofshi bukur. Edhe faleminderit.